Si vdiq vëllai i Gjestit. Policia e Kosovës jep detaje. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, në një prononcim për frontalte të 7 ka treguar se shkaktari i aksidentit të sotëm tragjik në Pejë ka qenë humbja e kontrollit nga drejtuesi i motocikletës pas tejkalimit të shpejtësisë në një kthes. Kjo kishte bërë që motocikleta të dilte në anën tjetër duke u përplasur me veturën, ka saqaruar Gashi. Ai ka treguar në motociklet kanë qenë 2 viktimat. Vëllai i Gjestit që ka vdekur në vendngjarje dhe personi tjetër i lënduar që po trajtohet në spital. Faqja e fshatit Terboviq të Pejës në Facebook ka dhënë detaje lidhur me aksidentin e sotëm. I lënduar nga ky aksident ka mbetur edhe një banor i fshatit Terboviq i cili po trajtohet në spitalin e Pejës. Derisa vëllai i Gjestit, Eldion Kelmendi, nga fshati Pavlan ka mbetur i vdekur. Njoftimi nga faqja e fshatit Terboviq. Një aksident i rënd ka ndodhur pak më parë në fshatin ton. Përkatësisht afër fshatit Qungur ku nga ky aksident ka mbetur i vdekur në vend vëllau i Gjestit, Eldion Kelmendi. Po ashtu në gjendje të rënd është edhe një banor i fshatit ton i cili ishte i përfshirë në këtë aksident. Dhe tani ndodhet në operim në spitalin e Pejës. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.